çuditshme që ja ke bërë ChatGPT? Punojna shumë me inteligjencë artificiale edhe për shkak të natyrës së punës aktuale që e kam. Nuk e di cila është më e Jo për shkak të çuditshme. punës, ndonjë pyetje personale, kështu ndonjë muhabet kështu. Zakonisht kur isha që bëhen viral në TikTok disa tematika që diskutojnë njerëz me chat, unë kam qef me provu. Nuk është nashta që e kam kohën e botës me menu një diçka të çuditshme dhe më ja bë një pyetje vetë, por kur e shoh për shembull një herë pata pa që chati mundet me këshyre dhe filxhanin diçka, e kum pi një kafe turke enkas, veç me ja çu një fotografi chatit me ma këshyr fallin. Okej, dhe çfarë tha? Të zakonshme. Çka? Nuk më kujtohet vazhdimisht, më tha që jam shumë me fat, më tha që jam tipi qetë, qashtu qysh edhe jam, po besoj që inteligjenca artificiale normalisht edhe në bazë të informacionit që na e plasojnë në çdo ditë që flasim. Ta e bën qefin, po. Ta bën qefin edhe plus e analizon situatën. Punën e filxhanit, po dashka me këshyr, po më duket. Është shumë interesant se e analizojnë situatën. Normalisht ti kur të regjistrohesh në çfarë do lloj aplikacioni, kemi dhënë dhënat e tua personale, ditën e lindjes, emrin edhe shumë informata të tjera dhe normalisht që na e dina që kjo puna e fallit paka shumë matet me astrologji edhe normalisht që në qofë se veç qati ka datën e lindjes tane dhe në qëfar sheje je në horoskop ka me ta bot të përafërt me specifikat që i ki në horoskop. Faleminderit. Flamur, pyetja më e çuditshme që ja ke bërë chatit? Çka e ke pyet? Për kordat e zërit, shmishëru. E kom pyet shpesh, kur ki problem, kemi na shpesh problem me fyt. Edhe një herë kom pyet të shkuj më kom preshev, ku jom të shku. Tash bash ta shova. Tash po mendon a rrugë tema diçka se diun edhe ku jom të shku kallzon. Edhe nuk më kthej kur gjot, tash çet bllokova dhon ti. Edhe u blloku. Domethënë nuk e di. Ja nuk po ku e di, nuk e di ku jom të shku. Po si ja ke dhënë lokacionin. Po lokacionin. Faleminderit këngëtari që e bllokoi ChatGPT-in. Bravo të kot. Faleminderit shumë. Si ajo pyetja që ka që s'kam. Parat. A mund ta blejnë lumturinë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, po një kohë të shkurt ndoshta po, ama kohë më gjatë, jo. Jo kohë më gjatë. E veta? Lumturinë ndoshta jo, por mirëqenjen, tash varet se çka të bën të lumtur. Në qoftë se ti gjithmonë ke ëndru mja plotsu vetës dëshirat e tua ma të flakta që i ki, që lidhen me çështjen financiare dhe në qatë kohë kur e ke ëndru qatë sa normalisht